Rrahja brutale që çoi në vdekjen e 18-vjeçarit Lulzim Fejzullahu në Podujev ka tronditur të gjithë zonën atje dhe mbar Kosovën. Edhe më shokuese e bën këtë ngjarje sfondi i saj. Lulzimi u përplas me makinë dhe u godit pa mëshirë me shufra hekuri, grushte e shqelma, vetëm për shkak të një zënke banale për radhën te Berberi. Ngjarja ndodhi në 14 janar, ndërsa 18-vjeçari dha shpirt një javë më vonë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ku ishte shtruar gjatë kësaj kohe. Policia ka ndaluar 2 të dyshuarit, ndërsa prokuroria themelore në Prishtinë ka nisur hetimin ndaj tyre në ndyshimet për kryerje të veprës penale vrasje në tentativë. Të dy janë aktualisht në paraburgim, ndërsa mediat në Kosovë thonë se autorët e ngjarjes janë bi biznesmenësh, ndërsa viktima ishte jetim. Ai nuk ishte asnjërin nga prindërit dhe jetonte me motrën. Ministre e Drejtësisë në Kosovë, Albulena Haxhiu, e dënoi ashpër vrasjen absurde të riut, duke deklaruar se drejtësia duhet të veprojë dhe autorët duhet të marrin dënimin e merituar. Ndaj episodit ronditës ka pasur një reagim të madh dhe në rrjetet sociale.